Pra ju thash, ma herët që flasim për hulumtimin mbi martesat e hershme të komunitetit rom Egjiptas dhe Ashkali në Kosovë, sigurisht është një shqetësim për komunitetin, po jo vetëm për komunitetin. Ky fakt sepse e dim që realisht po ndalet pak a shumë, po hyn shumë herët në obligime, apo jo pjesëtarët e këtij komuniteti, qoftë djemtë, por më herët edhe vajzat mandej që po sjellin edhe një sër problemesh, ka realisht edhe probleme të natyrës ligjore, apo jo sepse e dim edhe mosha kur mund të lejohet që të krijojnë familje dhe kur mund të lejohen që të kenë një martesë. Është Fjolla Hoxha këtu me neve, menaxhere e programit të qasjes në drejtësi nga organizata qeveritare Terdezom. Mirëmëngjesi, Fjolla, mirë se erdhe në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Mirë, një hulumtim që është bërë tash së vone, apo jo? Pse e bët realisht hulumtimi? Se ju keni projekte ka herë që merrni me komunitete, me këto 3 komunitete në Kosovë. E keni parë si shqetësim këtë, si një prej shqetësimeve, po them, më të mëdha? Po, në fakt gjatë punës me projektet të ndryshme që ne implementojmë, të cilat kanë të bëjnë ndër të tjera edhe me komunitetet rom, Ashkali dhe Egjiptian, ne kemi vrejt shumë këtë problemin e martesave të hershme, por gjithashtu edhe institucionet me cilat bashkëpunojmë e kanë vrejt si dukuri, edhe për këtë edhe ka ndërmarrë edhe hapa si themelimi një grupi ndërinstitucional për trajtimin e martesave të hershme, pjesë të cilit kemi qenë edhe ne, edhe aty gjatë periudhës së përgatitjes së planit të punës dhe aktiviteteve ka ardhur si ide që të fillojmë edhe të mendojmë për aspektin e trajtimit të këtij fenomeni më në gjërsi, duke bërë një hulumtim në mënyrë që të kemi pastaj një bazë të dhënave në të cilën mund të bazohemi pastaj edhe për aktivitete më konkrete, bazuar në rekomandime që dalin nga ky hulumtim, për arsye se ne kemi ditë për këtë fenomen, ka gjithashtu edhe nga organizatat e tjera shumë aktivitete dhe iniciativa, mirë po kur vjen puna tek të dhënat konkrete, nuk është që ka diçka. Kështu që tash kemi edhe një bazë, apo jo kemi hulumtimin edhe kemi të dhëna konkrete. Si e bët hulumtimin? Shkuat e komuniteti, intervistuat ata, e bët një sondazh, si e bët? Po, hulumtimi është bërë në atë mënyrë që të përfshihet, do të thotë, komuniteti direkt, si metodologji e punës përveç kësaj pjesës analitike të dokumenteve ekzistuese të legjislacionit nacional dhe ndërkombëtar, kanë marrë pjesë edhe direkt komunitetet përmes intervistave direkte që janë realizuar në gjithë Kosovën, në gjithë Kosovën, po edhe me institucionet të cilat janë të përfshira në punën rreth parandalimit martesave të hershme. Këto si grupe me të cilat janë zhvilluar edhe intervistat, mirë po edhe fokus grupet, kanë qenë rreth 198 persona të mitur, të cilët kanë qenë, do të thotë, deri në moshën 13 vjeçare, mirë po gjithashtu ka pasur edhe të rritur, të cilët kanë hyrë në martesë gjatë kohës që kanë qenë të mitur. Dhe ky target group ka përfshi persona nga 18 deri në 40 vjeçe. Edhe në këtë mënyrë është reflektuar një situatë reale, për arsye se kanë qenë edhe përfshirë 19 komuna të Kosovës. Ku është i koncentruar? Ku ka më shumë komunitete, se janë 3 komunitete. Po, edhe normalisht prej të 3 komuniteteve ka pas Mostër. Është pak a shumë situata njëjtë të gjitha këto komunitete, apo ka një dallueshmëri? Pak a shumë është e njëjtë. Është e njëjtë. Çfarë është kjo, si më thonë, Fjolla, edhe në bazë të hulumtimit, edhe në bazë të punës që keni bërë, edhe në bazë të intervistave, fokus grupeve, krejt ato që keni bërë, është pjesë e kulturës, apo pse ndodh realisht që të futen në martesë kaq herët pjesëtarët e këtyre komuniteteve? Po, realisht ka dalë që tradita, kultura ka një rol shumë të rëndësishëm, madje përqindja më e madhe e të anketuarve janë përgjigj që për shkak të traditës, mirë po faktor tjetër ka qenë edhe varfëria, gjithashtu edhe ideja që prindërit kanë konsideruar që vajzat janë më të sigurta në martesë. Se varfëria që ndihmon nëse martohesh më herët? Si del prej varfërisë nëse martohesh më herët? Po duke konsideruar me idenë që nëse familja e burrit ka kushte më të mira. Okej, ashtu po. Në këtë aspekt. Familja e vajzës në këtë rast. Po, familja e vajzës është ky perceptim. Okej. Edhe është pjesë e kulturës, po thua, apo jo? Ta zëm. Po. Çfarë moshe kryesisht futen në martesë?
Po si pas ullumtimit, ka dalë që si mosh 17 vjeqare ka qenë prej këtëne numërit të anketuarve, ka qenë mosha kur kanë hy mas shumë të në martes. Mirë po problematika është edhe me raste që hynë më heret, për shkak se si që dim në Kosovë normalisht që mosha kur lejot martesa është mbi 18 vjeç. Pra ndaj thash është edhe problem ligjor, është edhe, a? është po gjithashtu ekziston një mundësi që të lidhet edhe martesa në moshën 16 deri në 18 vjeçare që konsiderohet si emancipim, mirë po kjo bëhet vetëm në raste specifike dhe me vendim të gjykatës. Okej, që nuk është që përfillet, apo jo? A shkojnë marrë ata një vendim për gjykatës? Jo, zakonisht këto martesa janë jo formale, madje as nuk figurojnë që ekzistojnë. Për shembull, një ndër sfidat e ullumtimit ka qenë fakti që kur janë kontaktuar institucione siç është Policia e Kosovës, nuk është që ka pas një bazë të dhënave që i kategorizojnë këto raste ose një numër të saktë të rasteve, për shkak se nuk ka evidencë, mirë po fakti tjetër është që nuk ka edhe raportim. Për shkak se njerëzit nuk është që... Na po themi prej moshës 16 vjeçare, po e dim shpesh ndodhet edhe në moshën 14-15 vjeçare që një vajzë ka ndoshta se di sa të shpeshta janë si përjashtime edhe sa keni hasur raste të tilla, apo ka mjaftueshëm apo jo? Po ka shumë raste të martesave në këtë moshë, pastaj që ndërlidhen të vajzave kryesisht. Ka dhe të djemve dhe të vajzave, po zakonisht rastet janë kur vajzat janë të mitura, kurse burri është i moshës madhore. Edhe këtë rast është edhe ma problematike, për shkak se kjo është edhe vepër penale, konsiderohet vepër penale, hinin kuadër veprave penale kundër integritetit seksual. Do thotë, kjo si term, martesa të hershme është e parapar në legjislacionin e Kosovës, edhe në ligjin e familjes, edhe në kodin penal, gjithashtu edhe procedura trajtimit miturve viktima është e parapar edhe në kodin e drejtësisë për të mitur. Mirë po pastaj në praktik ka probleme si në aspektin e parandalimit së pari, për shkak se është shumë mirë që ne të punojmë në parandalim, që pastaj të mos vi puna që të miremi me pasojat. Për shkak se ky ullumtim ka tregu që martesat e hershme i prekin të gjitha segmentet e jetës pastaj, duke fillu nga edukimi, nga punësimi, nga shëndeti si fizik, ashtu dhe emocional. Kështu që është një fenomen i cili prek të gjitha fushat e jetës, të dy gjinive, po në këtë rast edhe ma shumë të vajzave. Mirë, që ndodhë në rastin, për shumë, ose kur lejmërojt një rast, ose kur policia e kupton edhe shkon reagon në të tilla raste, kur ka një martes në të tilla mosha, tasëm 14-15, po dhe 16 vjeçare. Do të thotë kjo është një punë e cila kërkon bashkëpunim institucional. Në këtë rast vihet në lëvizje policia, qendra për punë sociale, gjithashtu edhe prokuroria. Ajo që ka duhet bëhet është që të ndalohet kjo martesë, për shkak se është diçka e kundërligjshme. Çan se familje thonë ne po pajtohemi. Prindët e vajzës dhe prindët e djalit thonë, edhe pse është vajza e mitur, ne po pajtohemi dhe për neve është në rregull. Po ligji nuk e lejon këtë, nuk e njeh këtë, apo? Jo. Sado që pajtohen, do thotë se cili prinde ka obligim të ambrojnë interesin më të mirë të fëmijës, edhe në këtë rast... Nëse jo prindi ka obligim, institucioni mandej. Po dhe institucioni, normalisht institucioni gjithsesi, kështu që kjo nuk guxon të lejohet, dhe pastaj se cili institucion duhet i kryej detyrat e veta që normalisht i ka të parapara dhe në ligj. Dhe sa i përket prindërve, normalisht kjo është atë një rast i neglizhimit, i mos kryerjes së detyrave si prind, për shkak se në çdo rast kur i mitur ose e mitura hyn në martesë, kjo konsiderohet si një shkelje ligjore, për shkak se një fëmijë i moshës 13-14 vjeçare nuk është i aftë as fizikisht, as psikikisht të hyjë në martesë. Të hyjë në gjithë ato obligime që i sjell martesa, mandej edhe familja shumë shpejt. Realisht nuk e di nëse kemi fjolla një ullumtim të tillë, se është i pari ullumtimi që është bërë i kësaj natyre, po ta zëm disa vite më herët nëse është bërë një ullumtim dhe po më interesojnë nëse ka një ndryshim të dhënave, ta zëm nëse po shkon duke u përmirësuar situata, duke u rritur mosha e trive të këtyre komuniteteve që futen në martesa, po pak a shumë jemi aty.
Po nëse se kemi hulumtime, andaj kemi probleme pas. Ka për përcaktimet. Ka pas hulumtime kështu që janë bu nga disa organizata, po jo për shembull në këtë nivel që përfshin një numër më të madh të anketuarve, të pjesëmarrësve, një numër më të madh të komunave. Po ne kemi në plan që ta vazhdojmë këtë hulumtim edhe në vitet e tjera që pastaj mund të bëjmë edhe një krahasim më të saktë. Mirë po nëse bazuemi në këtë që e kemi edhe në ato që kanë qenë nga organizatat e tjera më herët, mund të themi që vret një përmirësim, sidomos në aspektin e vetdijes së komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për ndikimin negativ të martesave të hershme, për shkak se nga pyetje që janë bo, vrehet që tash vetë se ka vetdije që martesa e hershme ka ndikim negativ si në aspektin ekonomik të grave, si në aspektin e konsimit, praktisjes shkollave, kështu që... Se në fakt të janë të lidhun, apo jo? Një vajzë që martohen në moshën 14, 15 edhe 16 vjeçare, i bie që duhet të ndalë edhe karrierën për karrierën zbotjale, po edhe shkollimin, edhe shpesher edhe bazik, edhe mandej të mesëm. A ndodhë kështu? Realisht janë të lidhuna? Po, edhe hulumtimi e tregon këtë, për arsye se shumica e të anketuarve janë përgjigjë se në momentin që kanë hyrë në martesë e kanë ndërprer shkollimin. Sidomos vajzat, për shkak se djemtë ka pas ma shumë raste që kanë vazhdu shkollimin, po pastaj edhe janë punësu. Po, për shembull, vajzat, në momentin që kanë hyrë në martesë, pastaj kjo është lidhe dhe me shtatzani të hershme, me numrin e fëmijëve, dhe që faktikisht ajo pastaj e ka pengu edhe që ta vazhdoj shkollimin edhe që të qoset në tregun e punës e aq më tepër pastaj të avancohet në karrierë. Okej, çfarë na thot hulumtimi? A mundi më ndalë të dhëna si përqindje për shembull ose nuk e di si keni ndonjë shifër, ndonjë të dhënë që mundesh me nda me neve? Po, një dhënë që mu më ka bu përshtypje ka qenë fakti që mbi 44% të anketuarve kanë thënë që nuk e kanë ditur moshën në të cilën mund të hyjnë në martesë. Tash kjo tregon që pavarësisht punës që po bëhet për vetëdijsim, kështu tregon që ende ka nevojë shumë për punë me komunitetet rom, ashkali egjiptian në informimin e tyre për të drejtat ligjore, për detyrat, për përgjegjësitë, po edhe për obligimet që i marrin me hyrje në martesë. Gjithashtu, një fakt tjetër interesant ka qenë edhe që numri më i madh i personave që janë përgjigjë kanë konsideru që kanë thënë që vendimi për martesë ka ardhur nga vetë ata. Dhe kjo ka qenë mbi 60%. Pastaj e dyta përgjigje ka qenë që janë diku nga babai i tyre, do të thotë që ka qenë edhe vendim i familjes. A e kanë thënë këto vajzat apo djemtë? A vajzat kryesisht? Vajzat, kryesisht vajzat. Janë diku nga babai, jo që kanë pas dëshirë ato, se është një shtytje. Po, një shtytje, një ndikim, po, për shkak edhe tradites, për shkak që kanë konsideru që me kalimin e moshës, pastaj edhe bëhet vonë për martesë, për shkak se kjo si aspekti tradites, po kjo është diçka që edhe te komuniteti tek shqiptarët, për shembull, ka ndodhur në të kaluarën, edhe tashmë ndodh tepër rrallë, kështu që është një farë shpresë që ka mundësi për përmirësim nëse punojmë bashkaresht si me komunitetet, po edhe institucionet. A ka një zgjidhje, nuk e di, se paka shumë me që po e thu, edhe ka dalë edhe si pjesë hulumtime që është pak kulturore kjo, i bie që komuniteti edhe në përvendet tjera ku do që jeton, edhe në region, edhe në Evropë, paka shumë i ka këto probleme ose se më futen në martesë të hershme edhe atje. Si është zgjidhur për shumë në vendet tjera? Ta zëmë komuniteti rom, ashkali egjiptas që mund të jetojnë në Gjermani, në Francë, në një vend perëndimor, si kanë gjetur zgjidhjen ata? A duhet ta respektojnë ligjin edhe mandej detyrimisht, nuk mund të futen martesë para moshës 18 vjeçare, apo e bëjnë të fshehurazi ilegalisht edhe atje si, apo kanë gjetur një zgjidhje që thjesht e shohin perspektivën? Po, mendoj që shtetet e tjera, sundimi i ligjit është në një tjetër nivel në krahasim me Kosovën, për shkak se aty ajo që ka thuhet në ligj është që duhet të zbatohet. Fatkeqësisht në Kosovë, kjo
në praktik nuk realizohet, për shkak se ajo që ka shënon në ligjet tona, nuk është që janë burimet e mjaftueshme për realizimin në praktik. Për shembull, nëse e shohim Gjermaninë apo cilin do shtet, kur bëhet fjalë për qendrat për punë sociale, për policinë, pastaj për prokurorinë, ata i kanë ekipen e specializuar në një fushë të caktuar. Për shembull në Kosovë, nëse i shohim qendrat për punë sociale, ata e mbulojnë të gjitha kategoritë. Edhe janë për shembull në mungesë të stafit, kanë staf shumë pak, edhe është e pamundur që t'i mbulojnë të gjitha këto kategori aq më tepër të ofrojnë shërbime cilësore dhe profesionale. E plus pastaj fakti që nganjëherë këtu kemi edhe raste që ndoshta nuk është edhe ekspertiza e duhur, po normalisht është gabohet një punë shumë e madhe në të gjitha... Pra puna kryesore duhet jetë fokusuar te informimi dhe edukimi i komunitetit, në mënyrë që ata ta shohin perspektiven, ta zonë për karrierë, për punë, edhe mëndej martesa vjen me kohë. Po, normalisht, po edhe te shumica, edhe te edukimi shumicës... Edhe te kjo, po, e vërtetë. Për raportim, për gjithë përfshirje... Për mos përbuzje... Po, për shkak se nëse flasim shembull për edukimin, edhe në raport del që vajzat shpesh, po edhe djemtë janë tërheq nga shkolla me vetë dëshirë. Ata, sipas tyre, ata janë largu nga shkolla me vetë dëshirë. E tash nëse analizojmë a thellë këtë përgjigje, nuk mendoj që ka një fëmijë, për shembull, që largohet nga shkolla se nuk i pëlqen shkolla, se po rrethana që krijohen aty në ambient ndikojnë që ajo sa ajo të largohet nga shkolla. Në fakt aty nuk duhet të ketë alternativë, si më thonë, nuk duhet me thonë apo don apo do me shku në shkollë. Në shkollë duhet me shku. Nuk ka alternativë. Nuk ka alternativë, po edhe shkolla duhet me qenë një ambient ku shkohet me dëshirë, ku nuk ka diskriminim, ku nuk tulin në për shembull në bank të fundit vetëm se i takon një komuniteti caktuar. Kjo po. A dallon ta zëm brenda Kosovës të regioni apo pak a shumë është situata e njëjtë? Ta zëm një region ku janë më të theksuara këto që i përmendën, në një region tjetër është më ndryshe? Po, pak a shumë është situata e njëjtë, me qenë se këtu kanë qenë, domethënë si proporcionalisht kanë qenë mostrat e marra, edhe janë prej 19 komunave. Normalisht tash në ato komuna ku ka më shumë komunitete, si që është Fushë Kosova, ka qenë edhe numri më i madh i të anketuarve, po pak a shumë situata është e ngjashme në të gjitha komunat. Mirë fjalë, nuk e di nëse keni bërë edhe prezantimin zyrtar të folumtimit? Po, është bërë edhe prezantimi zyrtar në formë një treze diskutimi, ku kanë qenë pjesëmarrës edhe institucionet, edhe shoqëria civile, edhe ka qenë edhe në udhëheqjen e projektit tonë, po edhe të zyrës për qeverisje të mirë, edhe grupit ndërinstitucional për parandalimin e martesave të hershme, që është i themeluar në kuadër të zyrës kryeministrit, edhe ka aktar nga gjitha institucionet, punat cilëve lidhet me parandalimin e martesave të hershme. Mirë fjalë, faleminderit shumë që erdhët sot. Faleminderit, ishte kënaqësi. Me ndo, këto edhe me neve, edhe me audiencën tonë.